Ekzekutohet me breshëri plumbash një person në fshatin Drenov të rrethit të Korçës. Ngjarja u shënua rreth orës së 2 pas mesnatës në një lokal në fshatin Drenov, ku viktim ka mbetur 46 vjeçari Vaso Lito. Sipas burimeve paraprake të policisë së Korçës, viktima ka qenë duke pirë me shokët e tij në një lokal, kur një person i pamaskuar ka hyrë në ambientet e barit dhe ka qelluar disa herë me breshëri plumbash mbi trupin e 46 vjeçarit. Më pas ai është larguar me shpejtësi me një automjet, duke përfituar edhe nga errësira. Menjëherë Lito u transportuar për në spitalin e Korçës për të marrë ndihmën e parë, por si pasojë e plagëve të marra nuk mundi të mbijetonte. Ndërkaq, policia konfirmon se nga hetimet e deritanishme është përqendruar në pistën e hakmarrjes, pasi 46 vjeçari Vaso Lito ishte person me precedent të mëparshëm penal për trafik droge. Policia, e cila ka mbërritur në vendin e ngjarjes, ka shoqëruar 15 persona, të cilët kanë rastisur në ambientet e lokalit të fshatit në momentin e krimit për në komisariat. Nga dëshmitë e tyre, policia ka nisur kërkimet për personin i cili mbetet ende i pa identifikuar. Kjo është vrasja e dytë në harkun kohor të 3 ditëve në rrethin e Korçës. Pas ditën e 5 nëntorit, një 23 vjeçar, Adriatik Bregu, u ekzekutua po në një lokal në fshatin Libonik. Policia mundi të identifikojë autorin e krimit si Donald Kreka, 25 vjeç, i cili është shpallur në kërkim nga policia.